A ka nevojë që nuk e kaj këtë plastrën. Normal që keni për të pasur sepse është super mega e mirë. 3 vite u ban që e kam. Nuk jam as pak e pranuar që e kam marrë. E përdori super rrallë. Sepse unë njëherë në 4 ditë i laj, sepse nuk më ndyrose. Dhe jam fali saj sepse i ke shampo nuk të lën flok me undyrë. Më rëndësia është dhe mos më ra flok. Ka një periudhë të mërshme për ta na vajza, sepse unë e di më kanë shujt pa fund, janë të më ra flok. Kjo është shampera për rënje, e keni këtu të shkruajtur hair loss, heqë zbokte, por jo zbokte në skalp. Dhe është super mega mirë, do në 2 minuta masazhim. Se nuk po flas për pjesën e gjatësisë, sepse shikojeni vetëm thënë. Sepse kam përdor tan kohën një këtë shampo, ban 4 vite dhe jam super mega kënaqur, nuk i ndojm asnjëherë dhe mi lën flok shumë të buta, shumicën e kohës nuk përdori as balsam hiç. Edhe besoj jeni të po jam plot me flok të reja. Spjastra nuk po ju poshtë. Është fali saj. Është shampia biotin proteina, është super e mirë. Jodin edhe kur bana bionde. Kam përdor pjasër, kam përdor të tana, edhe nuk më janë dëmtu as pak 0 sepse kam përdor ton koni këtë shampo. Është për të tana llojet e flokëve që janë të dëmtuar, pra si lym si pa lym, se ma për pjesën e zboktit as nuk bëhet fjalë me pas ma zbokt. Direkt nëse unë përdori një shampo tjetër, direkt më mushet kryti plot zbokt. Kam përdori këtë shampon, ma ka pastru skalpin direkt në larjen e parë. Por 2 minuta masazhim e don se sa. Është për të dyja gjinise, për djemë si për vajza. Ndërsa për shampon e rënjes, e kanë marrë të djemë dhe është pas rezultat, unë si kam dhënë një garanci, as nuk ju jap për pjesën e rënjes të djemë. Por deri tash asë një djali nuk ka ndodhur që mos më bë rezultat me ndalur rënje e flokëve. Kaq kisha, tana shampo të gjenit e mua @megin në Instagram.